kundër Faruk Mujka dhe Hysén Muzliukaj me të dhënat sinat akuzë, për shkak se në ne ekziston dyshim i bazuar mirë se të pandehurit Faruk Mujka dhe Hysén Muzliukaj në cilësi të personave zyrtar, Faruk Mujka në cilësi të nënkryetarit të komunës së Mitrovicës, ndërsa Hysén Muzliukaj në cilësi të drejtorit të drejtorisë për gjeodezi, kadastër dhe prunë në komunën e Mitrovicës, me dashje dhe duke shfrytzuar detyrën zyrtare, kanë tejkaluar kompetencat e tyre në qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për personat e tretë dhe në dëm të prunës publike në atë mënyrë që në datë 25/4/2021, i pandehuri Faruk Mujka, duke vepruar në emër të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut dhe i pandehuri Hysén Muzliukaj në pozitën e drejtorit të drejtorisë për gjeodezi, kadastër dhe prunë në të njëjtën komunë, i kanë paraqitur kuvendit të komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, konkretisht pjesën e njësisë kadastrale lokalit afarist në objektin me numër të njësisë kadastrale 071208 072 01413 015 në sipërfaqe prej 139 metra katror nga sipërfaqja e përgjithshme e objektit prej 631 metra katror me lokacion në rrugën Afrim Zhitia në Mitrovicë, ndërtesa administrative e ish bankosit në Mitrovicë, të cilin e kishin paraqitur kimsesi pronë të komunës së Mitrovicës së Jugut, për këmbim me parcelën kadastrale numër 71208072 01292 me sipërfaqe të përgjithshme prej 102 metra katror dhe në kundërshtim me ligjin për dhënien e shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe rregulloren numër 09/2020 për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, në bazë të cilave në rrethana të tilla ndalohet dhënia në shfrytëzim dhe këmbimi i pronës me pronë private. Me që rast të pandehurit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm AKP-s në vlerën e objektit të tjetërsuar, këmbyer që ishte llogaritur të jetë 125.100 euro, me këtë të pandehurit Faruk Mujka dhe Hysén Muzliukaj në bashkëkryer kanë kryer veprën penale. E kuptoni akta akuzën, a keni nevojë për çelën e shtresës të akta akuzës? Ne ngarkuar për dy vepra penale, si dhe shqendrimi juaj për këto vepra penale? Nuk e pranoni fajësim për asnjërin nga veprat penale për të cilën ngarkuar në akta akuzës? I akuzuri Hysén Muzliukaj, e keni kuptuar akta akuzën, a keni nevojë për çelën e shtresës të akta akuzës? A ka mundësi me gritë zonën? Absolutisht jo. Cili është qëndrimi juaj rreth akta akuzës? Absolutisht i pafajshëm. I pafajshëm.